Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi. Programi për bashkët mbi zhvillimet që tejkalojnë kufinë shtetëror. Kufi. Miq të emisionit Pa Kufi, mirë se vini në emisionin e radhës të servisive publike Radio Shkupi, Radio Tiranës, Radio Podgorice. Sot është 11 qershor 2026, temën për cilën do të diskutojmë në suazat e 10 qershorit të dialogut mes civilizimeve. Dialogun e mes civilizimeve e njohin popujt e Ballkanit njëri tjetrin si kanë qenë bashkëtesa. I ftuar në Radio Shkupi profesori Dr. Qanin Simi nga Universiteti Shtetëror të Tiranës. Profesor, mirë se erdhën në Pa Kufi. Mirë se gjeta, faleminderit. Bëjmë lidhjen e parë edhe me kolegun Jaho Marxheka, i cili ka të ftuar profesorin Geron Kamberi. Jaho, përshëndetje për juve dhe të dëgjuesit që na ndjekin. Përshëndetje me medali për ju, për të ftuarin tuaj, për kolegët në studiot të tjera dhe të ftuarit e tyre, siç thatë ju, profesor Geron Kamberi, për pak minuta do të mbri në studion ton. Trafiku ishte shumë i rënduar në Tiranë për momentin. Faleminderit, Jaho. Shpresojmë të vijë sa më shpejt në Radio Kosovë me të ftuarën i ftuari i kolegës sonë Mirvete Uko është Drizan Shala, cilën ajo do ta ketë më vonë edhe në një lidhje të drejtë për drejtë. Mirvete? Po, me medali ju përshëndesim juve dhe të ftuarin tuaj, po ashtu edhe Jahun me të ftuarin e tij dhe Senat Gila në Podgoricë me të ftuarin e tij po ashtu. Drizan Shala do të jetë me mua, por përkundër konfirmimit ai për shkak që objektive nuk arrin dot që të jetë me kohë në studio, kështu që u morën vesh që ta kemi në WhatsApp. Mirë, Mirvete, mysafir në radion e Malizi do të jetë Dr. Nexhat Avdiu, njohësi që është historik, shoqëror dhe kulturor të shqiptarëve në rajon, gazetar Senat Gila, siç po thecoi edhe kolega im. Po mos u mburko, vazhdojmë nisim fakt debatin këtu në Pa Kufi. Profesor, shohim protesta gjithandej. Kemi edhe ditën ndërkombëtare të dialog mes civilizimeve. Si është ai vetë perceptimi i civilizimeve këtu në Ballkan, sa e njohin ne njëri tjetrin? Si është perceptimi juaj për popujt tjerë, si kanë qenë raportet e shqiptarëve me të fqinjet? Një pyetje shumë konkret. Faleminderit. Në fakt këto tema që kanë të bëjnë me civilizimin janë të këndshme kur të bisedohen dhe më vjen mirë që është një ditë e cila përkujton dialogun midis civilizimeve dhe kulturave, feve dhe traditave të shenjta në shoqëri në tërë botën, për arsye se të paktën në një ditë të përkujtohen. Kur kthehemi në botën reale, krejt para nesh del një pasqyrë krejt tjetër. Kuptohet, qytetrimi në thelb ka një metafizik të thellë, ka një filozofi të thellë. Qytetrim nuk mund të krijohet pa një mbështetje shumë të fortë metafizike dhe filozofike, nuk ka shans. Në fakt, në backgroundin e çdo qytetrimi është e shenjta, është hynorja, është prezente. Sa kjo diçka tjetër, në çfarë forme kjo diçka tjetër, por që është prezente, kjo është e pashmangshme. Pra në kuptimin ontologjik të definimit të qytetërimit, domosdoshmërisht e shenjta, hynorja, sakralja është brenda saj. Në këtë kontekst, qytetërimi ka dy dimensione shumë të rëndësishme. Pra, tash mos dal tek kallëni që përmend si të një bashkëtesë të qytetëruar, që edhe ai mbush me bagazhin e tij shumë të thellë dhe të përmbushur nga ajo biblioteke e madhe botërore që ka të lexuar njeriu dhe që ka një bagazh shumë të fortë dhe një dhunti nga Zoti që ai është shumë i qartë dhe shumë i këndshëm kur bisedon. Pra janë dy dimensione që duhet kuptuar. Një, për të qenë një qytetrim, në fakt krijojnë qytetrim ata cilët e njohin veten. Dhe e dyta, qytetrim krijojnë ata cilët e njohin tjetrin. Dhe këto qytetrime që ne flasim, për qytetrimi islam, qytetrimi hebraik, qytetrimi krishter, qytetrimi budist, qytetrimi aziatik, afrikan, evropian apo perëndimor tash, patjetër ti ketë këto dy dimensione. Ndoshta për ne ballkanasit dhe për ne shqiptarët dua që të mos më keq kuptojnë kolegët dhe ata që më dëgjojnë, po është pak luks kjo.
Ndoshta nga rrethanat që kemi përjetuar, nga ndryshimet e mëdha, nga përplaset e mëdha sociale, politike, pa edhe religjioze, pa perandorake brenda Ballkanit, ndoshta gjithë ta kanë ndikuar që ne nuk kemi qenë të qetë për të menduar shumë për veten dhe për tjetrin, por domosdoshmërisht për të pasur një qytetërim duhet të pasur njerëz qytetëruar. Unë mund ta konfirmoj këtë me fjalën e Dafutoklut, edhe aty e nisë vetë perceptimet. Civilizimi në fakt i referohet sinonim teknologjia, shkenca. Për shembull edhe është si dileme hapur sa ne kemi qenë bartës të një civilizimi të madh, sepse gjithë ajo dia e grumbulluar, e akumuluar, kjo në fakt kulmi i diturisë, shkencës, avancimi këtyre ka të bëjë civilizim. Por civilizim mund të jetë edhe diçka që është aktuale, kultura mund të jetë një aspekti, si thua, se si mendon, aspekti narracionit, ndryshe nga ajo teknologjisë. Megjithatë këto gërshëtohen. Është ndarje arbitrare nëse themi nga një anë janë kultura dhe civilizimi. Dhe më shumë mirë thoni që shqiptarët ndoshta nuk kanë qenë bartës në një civilizimi shumë të madh të krijojnë, për shembull, nuk e di, ne themi kohën e antikitetit, lufta e Trojës, filozofë si Aristoteli, Leka i Madh, Aleksandri i Madh, gjithë ato ndonjëherë mendojmë se trungu shqiptar, dhe nga ana tjetër sot nuk kemi të tillë. Pse shqiptarët sa e njohin ata veten dhe sa e njohim tjerët, po të tjerët si është puna, ata s'na njohin fare neve, si lindën kjo mos toleranca në një kohë, në një të reflektuarit për një dialog mes civilizimeve, siç është vjet që shoh. Tash padyshim ju përmendet Ahmet Davutollun, është një ekspert dhe një profesor i vyer, duke nxjerrë nga dimensioni politik, ajo diçka tjetër që neve nuk na intereson në këtë rast. Është libri i tij përkthyer në gjuhën shqipe dhe ka fillimi, domethënë diku vitin 2003, me sa më kujtohet, libri është i botuar Ben Idraki me Denjetler. Libri është në origjinal, që do të thotë vetë perceptimi qytetërimor. Në fakt perceptimi në këtë rast idrak është si ta kuptosh. Përsëri është vetveten dhe tjetrin. Xhemil Meriç kur flitet për qytetërimin, për kulturën, ai përdor një term tjetër dhe përdor termin irfan. Në fakt, gjitha termet në cilën kulturë kanë lindur, në cilin vend geografik dhe në cilet momente historiko-sociale kanë lindur, ata aty edhe janë ngarkuar me kuptim. Prandaj Xhemil Meriç është një sociolog i njohur turk, i cili nuk jeton, por ka shumë libra të shkruara dhe mes tjerave përdor termin irfan prej Arif. Prej Arafa që ne dim ditën e Arifës që i thonin, më thonë të arefu, Kurani e përmend këtë term, faktikisht të njoh. Të arefu, Zoti kur thot i kam krijuar njerëzit nga mashkulli dhe femra, i kam krijuar njerëzit në grupe, në popull dhe kështu me radhë, qëllimi kryesor është që ata të njihen mes veti. Pra nuk mund të njohësh diken nëse nuk e njeh vetë, nuk ka shans. Është njësoj nëse mund ta quaj kështu, kur mëson një gjuhë të huaj. Duke mësuar gjuhën e huaj, nëse nuk e njeh gjuhën tënde, nuk ka shans të dish gjuhën e huaj. Mund të kesh informacion plot, por nuk mund ta njohësh sa duhet nëse ti nuk e njeh gjuhën me cilën je rritur ose është gjuha e nënës. Pra, njohja e gjuhës së huaj është në nivelin e njohjes gjuhës tënde. Gjuha jote gjithmonë i paraprin. Edhe njohja e vetvetes, njohjen e tjetrit, njohja së tjetrit gjithmonë i paraprin. Nuk ka mundësi të njohësh tjetrin më shumë se sa ti nuk e njeh vetveten tënde. Këto është njësoj edhe termi që e përmend Aristoteli, për shembull, për definimin e njeriut, zon politikon. Zakonisht përkthehet njeriu është një kafshë politike. Por është një dimension tjetër që e përmendin plot. Tek ne e përmend profesori filozofi Ferit Muhiç, e përmend Ibrahim Kallani, e përmend edhe plot tjerë. Që do të thotë zonë politikon është një gjallësë shoqërore, sociale. Pra njeriu është një krijesë shoqërore, jeton shoqëri, nuk mund njeriu të mendohet pa shoqëri. Njeriu prandaj është njeri, prandaj është dallon nga të tjerat. Ka një shoqëri që do të thotë do ditë të shoqërohet.
Por edhe në terminologjinë e qytetërimit islam, fjala pra emri njeriu që është insan, zakonisht shpjegohet se prej nëse është prej fjalës hares, pra me haru, në fakt një kuptim tjetër është unsie, që do të thotë njeri që tregon afërsi, miqësi, shoqërim. Pra njeriu është i domosdoshëm të shoqërohet. Vëreni gjithmonë njeriu kur e tregojnë se nuk është normal, e akuzojnë se është i vrasht. Pra njeriu normal definohet njeri kulturuar, i qytetëruar, i moderuar dhe kështu me radhë. Por kur nuk është në vend normale, rregullisht thonë është i vrasht, është i keq. Pra këto janë definime që njeriu ka dalë nga këllëpi i vet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Qytetërimi në fakt në thelb qëndron këtu, këtu. Pra qytetërimi komunikim. Pikrisht, komunikim, veprim, sjellje. Mirë po, kur ligjëroni kështu, kur kthehemi te realiteti i popujve dhe si duket gjithëve na mungon një leksion, një ligjerat që na kthen te vetvetja. Arti është kthim në vetvete. Sikur ne ta njihnim njëri tjetrin, ndoshta edhe asnjëherë nuk kacafyteshim, asnjëherë nuk kishim barriera. Por protestat sociale, për shembull edhe muzika si ka nisur si protest. Arti si është si protest, muzika e rrugës, rapi, atje si një protest. Njeriu pse proteston? Njeriu pse ne këtu, ja për shembull në këtë nënqiell si jemi, pse kemi problem për gjuhën? Aktualisht kemi problem për gjuhën. Pse qetri pegon gjuha jeme që nuk i marr drejtën e tij. Unë dua për gjuhën time, gjuhë hynore, shqipe, pellazgjike, shumë e vjetër. Ne një fqinjik që i mohohet identiteti së sa vjet dhe ai na mohon njëjtën gjë neve. Pse neve na mungojnë këta njohuri për njëri tjetrin dhe këta njohuri të thella, si thuaç, metafizike, ontologjike për njëri tjetrin. Të paktën një datë e shënuar si 10 qershore, do t'i kthehemi ne vazhdimisht ku jemi, të reflektojmë para ta. Ne jemi para një sfide shumë të fortë, edhe këtu në Maqedoni, edhe më gjerë në botë, edhe te problemet e përleshjeve, luftrat ndryshme në botë që ndodhin, qoftë në Ukrainë, qoftë në... Sepse handimtoni, përleshje civilizime, përse të kemi luftë në mes kulturave? Kur vetveten e llogarit në një pozicion se unë jam dhe tjerët, ose kur e llogarit vetveten se më i mirë, sistem përjashtues. Kur është përjashtues, ekskomunikues ndaj tjetrit, aty është vështirë më pastaj të korrigjohen sjelljet, veprimet e njeriut. Prandaj inteligjenca dhe dora gjithmonë tek filozofët është diskutuar si një gjë, po të ekzistojë dora, ekziston inteligjenca, po ekziston inteligjenca, ekziston dora. Pse? Për arsye se nëse pra ka një është njeriu i vetëdijshëm për vetveten dhe për përgjegjësinë e tij në shoqëri dhe për të vlerësuar të tjetrin, ai do të veprojë ashtu. Nëse vepron të kundërtën që është në dëm të tjetrit, kjo tregon se konceptualisht ai njeri ka problem. Ju përmend artin dhe estetikën, por nuk ka qytetërim pa art dhe pa estetik. Tash ne kur flasim, çdo njeri kur flet për qytetrimin e tij mundohet ta tregojë me fjalë më të mira, më të bukura. Jo, un jam kundër kësaj. Duhet zbritur në origjinalitet, kuptuar gjërat në formë origjinale. Nuk duhet kuptuar gjërat neve si na konvenon sot. Tash e keqja ime do të jetë e keqja ime. E mira ime do të jetë e mira ime, por edhe e keqja jote dhe e mira jote do të jetë e jotja. Nuk mund të jenë të gjitha të mira të tuat. Tash në këtë rast të jenë të gjitha të mira të mia dhe të këqija tua jap juve. E keqja dhe e mira është një ballafaqim konstant, nuk ndal. Pjesë një medalje. Patjetër. Edhe duhet të mendohet, për shembull të mendosh për njëri se ky s'ka të drejtë të flas gjuhën e tij. Kjo do të thotë se je ende i paformuar. Atë që bën dora, domethënë kur shkruan, kur vën në shkrimje dhe kur bisedon, kjo do të thotë se ende është i paformuar identiteti shpirtëror dhe kulturor, artistiko, estetik të vetë njeriu dhe dora e tij nuk thot diçka tjetër. Fjala e tij, më thënë, dimensioni komunikativ me tjetrin thot atë që është brenda bagazhin e brendshëm të njeriut. Dhe njeriu nuk mund të thotë unë them kështu po të mendoj ndryshe. Pra si mund të tregohem unë i qytetëruar dhe i kulturuar kur ty të mohoj gjuhën, fjalën, fen, kulturën, kur të llogarit se je njeri më pak se unë. Pse duhet të jetë dikush njeri më pak se unë ose dikun tjetër? Unë tregoj një shembull shumë
shumë të thjesht. Në universitet me një koleg timin duke biseduar, ai po më tregon se ky më tha kështu, ai më tha ashtu, pra bisedon për disa heretizma që bëhen në kuptim fetar. Thash mos u mërzit se Zoti s'është i askuj, është i të gjithëve. Mos, nuk është i askuj, është i të gjithëve. Zoti nuk është i dikujt që dikush e ka marrë zonë e ka fut në xhep, e tash ty ta jep kur të doja. Jo, thash s'është kështu, e di. Shumë e bukur. Shkojmë në mohim ekstrem këtu, domethënë, jo vetëm gjua, po ajo njohja është pak një datë 10 qershori për të kujtuar se sa ne e njohim dhe sa do të krijojmë dialog me qetrin, duke jetuar në një Maqedoni multikulturore, por si duke nuk e di mysafirët au kanë ardhur në Tiranë dhe Prishtinë. Ja ho erdh profesori? Po, ka ardhur profesor Gamberi, është në studio këtu me ne. Faleminderit të ftuarit tuaj edhe ju me Dalik. E vazhdojmë bisedën në Radio Tirana me profesor Geron Gamberin. Profesor, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën dhe ndjes për vonesën. Për shkak një trafiku të mbi ngarkuar që ka Tirana. Ngarkuar goxha sot. Profesor, sot pra, siç e kemi bashkëbiseduar dhe në kuadër të ditës ndërkombëtare për dialogun ndërmjet civilizimit, që ishte 10 qershorin në fakt, kemi ngritur këtë temë me propozimin e kolegut Mehmet Ali Jusufi i Radio Shkupit. Doja fillimisht të bëja një pyetje. Shpesh thuhet se shqiptarët janë një urlidhse mes lindjes dhe perëndimit. Sa qëndron realitetit kjo tezë apo ky konstatim? Në përgjithësi a jemi në një farë mesi, në një farë midisi? Po më vjen në mendje vija e Teodosit apo diçka e tillë, domethënë. Ja, Ignatia Dhe ka shumë... Ju i dini, i keni studiuar... Ka shumë dhe përcaktime të tilla. Në fakt, në përgjithësi, gjeografia është ajo që përcakton dhe natyrën e qytetërimit. Shqipëria e ndodhur përgjatë brigjeve të Adriatikut dhe të Jonit, nga kufit detar me Greqinë dhe me Italinë, pra me dy nga qytetërimet më të rreshta, janë rreth 22 qytetërime kryesore që njihen sot në botë. Shqipëria ka ndarë kufit e saj dhe i ndan ende me 2 nga qytetërimet e saj më të hershme dhe më me rëndësi në Europë, siç ka qenë qytetërimi romak dhe ai antik grek. Pa folur pastaj edhe element të tjerë. Kështu që në këtë pikpamje Shqipëria ka pasur një pozicion e cili vërtet e ka bërë atë midis lindjes dhe perëndimit. Pra bregu perëndimor i Adriatikut dhe Jonit e lidhi me perëndimin dhe në thellësi të Shqipërisë vazhdojnë në kufit e saj drejt lindjes, qoftë drejt lindjes së afërme apo drejt lindjes së largët dhe një nga elementet e qytetërimit kanë qenë rrugët. Po, profesor, pa u zgjeruar shumë, a ka qenë kjo pozitë gjeografike dhe kulturore një avantazh apo edhe një sfidë për shqiptarët ndërkohë? Natyrisht kur bëhet fjalë për qytetërimet, shpesh debati është midis atyre që quhen qytetërime unike, pra të cilat nuk janë prekur apo nuk kanë ndërvepruar me qytetërime të tjera dhe kanë krijuar ato që quhen qytetërime tipike, apo unike, dhe nga ana tjetër që quhen vlerat e qytetërimeve të përzierë, siç ka qenë rasti kur Shqipëria, për shkak të trethanave historike dhe gjeografike, është detyruar të bashkëjetojë, të ndërveprojnë dhe me qytetërime të tjera, të cilat to kanë qenë karakterizuar qoftë nga natyra e marrëdhënieve tregtare, por edhe nga pushtimet e gjata, qofshin këto nga deti, nga toka e kështu me radhë. Po, profesor, a ekziston sot një, të themin, jo tension, por një konkurrencë apo një divergjencë mes orientimit europian dhe trashëgimisë lindore? Apo të dy dimensione bashkëtojnë natyrshëm tek ne shqiptarët këtu në rajon. Jo vetëm në Shqipëri, por qerem në vitet 20-30, mbasi u shpall pavarësia e Shqipërisë, ka qenë një debat shumë i madh mbi atë që quhet përcaktimi i shqiptarëve. Pra nga pikpamja se kujt i përkasin shqiptarët, lindjes apo perëndimit, dhe ajo shpreha e famshme e Naimit, dritë e Shqipërisë që lind nga perëndon. Pra ky lloj debati sa intelektual, aq edhe filozofik, ka pasur të bëjë me përcaktimin e orientimit të shqiptarëve në përgjithësi dhe Shqipërisë
pa folur me territoret e tjera. Dhe kjo ka qenë shpesh një dilemë shumë e veçantë, sepse pushtimet e gjata, ndrimi edhe i feve për gjatë pushtimit Osman ka krijuar, si thua, gërshetime dhe ndërlidhje të caktuara të elementeve qytetërimit që shpesh nuk ishte shumë e lehtë për t'i dalluar i përkisin qytetërimit perëndimor apo ti lindor. Dhe ka qenë një grup tjetër studiushist që këtë ndërthurje të qytetërimeve e kanë parë më shumë si kundërvojje se sa si vlerë. Pra, të cilët pasuronin njëra tjetrën. Megjithatë, në momente të caktuara të historisë, kur dilin në pa, dhe kjo edhe jo vetëm për shkak të Shqipërisë, por për shkak të rrethanave gjeopolitike, ku shumë vende e përcaktonin natyrën e mbështetjes së një vendi përkundrejt nivelit të besimit apo sa i ngjante ai qytetërimit të tjera, ky ka qenë një debat jo thjesht ideologjik, por që është zhvilluar jo vetëm nëpërmjet debateve intelektuale, por edhe në fushat e tjera, edhe nëpërmjet politikave. Po të kuptojmë vetëm gjatë periudhës regjimit Zok, shumë reforma për heqjen e ferexheve, për heqjen e fesit e shumë aspekteve të tjera kanë qenë pikërisht reforma të cilat synonin të shkëpusin Shqipërinë nga një model të cilët në atë kohë Shqipëria mendoi që kishte lënë mbrapa. Ishte pasojë një kohë gjatë në pikërisht në pushtimin Profesor, më fal, të vim tek raporti shqiptarëve me vetveten. Pra, me vetveten. Si do ta përkufizonit këtë raport tek ne shqiptarët, jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë, kur flasim në këtë aspekt. Pra, si do t'ishte ky raport në opinionin tuaj, në raport me identitetin ton kombëtar sot? Sot. Në kushtet e globalizmit, kur shqiptarët tashmë, të gjithë shqiptarët, qoftë ato që jetojnë në kufirin shtetëror të Shqipërisë apo ato që jetojnë Shqipërinë londineze, po i themi. Po tamam, edhe në territoret e tjera, tashmë përballen me dy aspekte shumë të rëndësishme. Një aspekt është ruajtja e identitetit të tyre përballë presioneve që krijon globalizmi dhe hapjet e shoqërive, dhe nga ana tjetër është dhe mënyra për të ndërvepruar me botën në forma nga më të shumë fishtat. Unë po t'jap vetëm një të dhënë të cilat ne shikojmë me sy të lirë sot në qytetin e Tiranës së Shqipërisë, por ndoshta edhe në qytetet të tjera, numrin e madh të qytetarëve të huaj që kanë filluar të vinë të jetojnë në Shqipëri, një pjesë të punojnë e të jetojnë. Pra, Shqipëria ndoshta mbas disa vitesh do duhet që këtë raport që ka sot me identitetin që ka mishëruar tek ajo shpreha e famshme o sa mirë me qenë shqiptar, dhe shpesh ndoshta nuk e di a ka kombe të tjerë, anglezët thonë o sa mirë me qenë anglez, apo amerikanët o sa mirë të jesh amerikan apo francez, po zakonisht shprehje të tilla dalin kur përballë ke një realitet tjetër. Pra kur shikon që identiteti jot po kërcënohet disi ose të tjerët po ta vënë në dyshim. Dhe vetvetiu ashtu si trupi që krijon antikorpet për të mbrojtur nga sëmundjet, edhe shoqëritë krijojnë narrativa të tilla të cilat shpesh përpiqen të krijojnë një raport tjetër me historinë e vetvetes. Unë gjykoj që Shqipëria si vend i vogël, ne jemi vend i vogël, këtë duhet ta pranojmë, përballë rrymave dhe gjithashtu ato çfarë sjell globalizmi, natyrisht që një pjesë identitetit ton do të kërcënohet jo thjesht nga dëshirat e tjerëve, por nga mundësia dhe vullneti që kemi ne për të ruajtur ato që është më e rëndësishme, veçanërisht gjuhën, por edhe element të sjelljes, edhe ato që kanë përcaktuar identitetin tonë për gjatë shekujve. Pra e kemi një vetdije, kur shumica ajo që thatë jo dhe që dëgjojmë shpesh, o sa mirë me qenë shqiptar, domethënë e kemi një vetdije goxha të lartë. Po, ajo është një vetdije që nuk duhet shprehur në mënyrë do të thoja thjesht nëpërmjet këngës apo ose në sport. Apo nëpërmjet kur luan kombëtarë e futbollit, po ajo është një vetdije që duhet mishërohet në mënyrën duke ruajtur historinë, duke zhvilluar kulturën, vlerat e trashëgimisë, shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme që një qytetërim që ta mbrosh duhet ta kuptosh. Po, profesor, si mendoni, cilat mund të jenë pikat më të forta të shoqërisë sonë sot në raport me bashkëjetesën dhe tolerancën, të themi? Natyrisht pjesa e tolerancës është një tipar thelbësor i shoqërisë shqiptare në tërësi. Shoqëria shqiptare për gjatë shekujve ka treguar shembuj të mëdha që ka bashkëtuar me komunitete të ndryshme etnike, sidomos ajo fetare, por edhe etnike. Në Shqipëri kanë gjetur
kanë bashkëtuar me shqiptarët shumë komunitete etnike, greke, në luftën e dytë botërore, patjetër romat, egjiptianët, shumë pikërisht. Ka shumë shembuj ku Shqipëria ka dhënë dëshmi që vedia e saj si etnitet është e tillë që nuk paragjykon dhe nuk urren etni të tjera. Po përgjatë gjithë historisë ka munduar të bashkëtojë me to dhe ato janë ndier mirë brenda atyre. Pra Shqipëria nuk regjistron në historinë e saj akte të dhunës apo të urrëties etnike ndaj minoriteteve apo elementeve tjerë që kanë zgjedhur të jetojnë në Shqipëri. Po, profesor, faleminderit për këtë pjesë. Në pjesën e dytë kur ta kemi mikrofonin, do të flasim rreth argumentit shqiptarët dhe popujt e tjerë të Ballkanit, domethënë si perceptojmë ne ata dhe si na perceptojnë ata neve. Faleminderit për këtë pjesë, profesor Geroni. Mehmet Ali? Po, ja, shkojmë në Radio Kosovë. Mirëvete? Tashmë veç e kam në linjë Drizan Shalën, ai po na dëgjonte edhe gjatë emisionit, por sigurisht për shkaqe objektive nuk arriti të jetë në studio, është në një udhtim dhe falenderojmë që megjithatë është pjesë e emisionit tonë. Dhe Drizan, po më dëgjon? Për dëgjoj shumë mirë, përshëndetje për ju, mirëvete në studio, për bashkëbiseduesit nga Radio Tirana, nga Radio Shkupi dhe nga Radio Podgorica. Përshëndetje edhe për ty Drizan dhe të faleminderit shumë se edhe në kushte çfarë je aktualisht megjithatë gjetë kohë, dëshirë dhe vullnet për të qenë pjesë e emisionit tonë, sigurisht edhe kishi konfirmuar prezencën në studio. Atëherë do të vazhdojmë bashkëbisedimin. Sigur u tha Drizan, shqiptarët kanë jetuar mes lindjes dhe perëndimit dhe ndikimi i lindjes dhe perëndimit ka qenë shumë i madh në qytetërimin, kulturën dhe religionin ton, pra tek të gjithë shqiptarët pa dallim në gjitha trojet që jetojnë në Ballkan. Por të mos u përsëritur për ato çfarë ka ndodhur gjatë historisë tonë, unë do doja të kalojmë në aktualitetin sot se ky ndikim i madh i lindjes së perëndimit ndonjëherë mund të quhet si një lloj avantazhi i subkulturave të ndryshme, po megjithatë si ndikon kjo në atë që sot quhet gjeostrategji. A është zgjidhur sot dilema se ka anon populli shqiptar, jemi me lindjen apo me perëndimin, apo mund të anojmë nga të dyja në të njëjtën kohë pa pasur pasoja në gjeopolitikën dhe gjeostrategji? Padyshim me leoni zonja Mervete të vazhdoj ato ku parafol si profesori, potencon një nga në fjalinë e tij që tha ose mirë me qenë shqiptar. Pra, identiteti dhe kriza shqiptare në të cilën tani se jemi, padyshim që është si derivat edhe të ndryshimeve dhe influencimeve që kanë ndodhur në aspektin politik, po edhe të rrymave të cilat padyshim nuk jetojnë të mirën shqiptarëve si kombësi, po edhe shteteve veç ku shqiptarët janë në përgjithësi. Prandaj veprimet që na vinë në situatën tani më të palakmueshëm ose a jemi duke u rreshtuar apo rirreshtuar si duhet në intervalin kohor të historisë, apo kemi bërë disa hapa mbrapa sa i përket orientimit ton gjeostrategjik dhe gjeopolitik. Ne kemi thënë zonja Mervete në vazhdimsi për mediumet edhe në Kosovë po edhe në Shqipëri, që janë 5 kufi që padyshim janë determinante të ndryshimeve në aspektin gjeopolitik, është kufiri politik, shtetëror, ekonomik, ushtarak dhe religjios. Pra tani më po shifet qarta që Ballkani perëndimor deri më tani ka patur mundësinë që këtë kufirin ushtarak apo të luftës, të cilën tani më ka Ukraina me Rusin, ta largoj nga vetja, por që në fakt kemi këtë ndryshimin e kufirit politik, shtetëror dhe ekonomik. Prandaj këto 3 kufi po e bëjnë punën edhe influencimet nga shtetet jo mike, themi armiqësore të kombit shqiptar dhe të dyja shteteve Kosovë dhe Shqipëri, kanë krijuar tani më antropologun e tyre brenda hapësirave shqipfolse dhe që këto hapësira shqipfolse më pastaj po kanë ndikimin e tyre të drejtë për drejtë në përcaktimin e politikave në soazat të vogla, por që efektet e tyre po vrehen qartazim. Nëse më lejoni në një retrospektiv të vogël, në shoftë se referohemi historisë së afërt, pra nuk po flasim për historinë të viteve 90 apo po flasim për historinë të viteve të 2000 tutje. Pra ju keni vërejtur avancimet në aspektin ushtarak, themi të Shqipërisë dhe të Kosovës. Ju keni vërejtur përfaqësimi që është bërë dhe bën Shqipëria si shtet e cila ka për detyrë dhe kushtetuese që të avancojë interesat e shqiptarëve në tanësi. Pozicionimi brenda aleancës veriatlantike pas
fiteve 2015 të tutje për forcat armatore shqiptare, padyshim e ka bërë situatën të aty se Shqipëria duke u forcuar, forcon edhe rrënjët e saj për te kufirit londinez, pra forcon në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe në Maltezi, ku shqiptarët janë forcë determinuese politike. Por në rast se bie Tirana, pra këto është frika më e madhe, sepse ne peshojmë ka trahura zhvillimeve gjeopolitike ka kapur balkonin perëndimor. Në rast se ka një fragilitet brendshëm politik brenda spektrit të zyrë politik në Tiranën zyrtare, padyshim se efektet e saj mund vrehen në përcaktimin e orientimit drejt jo perëndimit, po mund të jetë një stagnim dhe një rikthim retrospektiv drejt lindjes, dhe që padyshim rikthimi dhe rrështimi drejt lindjes do ketë për pasojë të ardhmen e stabilitetit të kombit të shqiptarëve të anësi dhe të shteteve veç në veçanti. Drizan, bazuar në ato çfarë ka kaluar populli shqiptar, i ndarë në disa shtete i pushtuar nga herë perëndimore, herë lindor dhe kryesisht në ndikimin e lindjes, por duke pasur parasysh edhe rrethana çfarë sot janë në botë, a mendoni se orientimi euroatlantik i shqiptarëve është më shumë zgjedhje strategjike apo është një domosdoshmëri gjeopolitike? Përcaktimi i zgjedhjeve dhe orientimit ton në rrugtimin e ndryshimeve globale nuk do duhet të jetë një zgjedhje opsionale, por nuk do duhet të ekzistojë opsioni i dytë, ta them më troç. Do duhet të ketë vetëm një vendim. Vendimi do duhet të jetë i pakontestueshëm i gjithë qytetarëve në të anësinë, po edhe leadershipit klasës politike atë ku flitet gjua shqipe, pra orientimi në familjen euroatlantike me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo do duhet të jetë vetëm adresa e vetme e bjetesës së kombit shqiptar, sepse historikisht në është dëshmuar që shqiptarët kur nuk ishin të bashkuar, më pastaj armiqet historik vemi kanë patur mundësi të interferojnë dhe intervenojnë në interesat e tyre brenda çarçeve shqiptare. Prandaj dera vetme politike, ushtarake, ekonomike do duhet jetë orientimi drejt shtëpisë së bardhë, ku aty edhe kemi gur themelin e shtetësisë, po flas për Republikën e Kosovës, por njëkohësisht edhe të forcës së kombit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Pra, sipas jush, interesat kryesore strategjike të shqiptarëve në Ballkan janë të përbashkëta, a mund të jenë shqiptarë të bashkuar për këto interesa me që dhe jetojnë në shtete të ndryshme? Unë po shpresoj që në këtë segment do duhet të ketë një unitet politik, një unitet diplomatik mes spektrave, mes Tiranës, Prishtinës, Shkupit, Podgoricës, ku themi të pjesa ku flitet gjua shqipe në Maltezi, sepse vret mirëvete dhe përbashkë biseduesit, po për audiencën që na ndëgjojnë, vret një ftohje të raporteve, po një mos koordinim apo një plan strategjik, ta themi një dokument, koncept dokument, bitë që dhe me të cilë do kishte me qenë një efektshëm në arritjen e objektivave shqiptare, sepse mund të konstatojmë faktin që derisa në dokumentet strategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Ballkani perëndimor është pjesë e orbitës së interesit të saj. Derisa ka një intensitet dhe një luftë të atij kufirit ekonomik të investimeve në pjesën e gazit, një element kryesor të sigurisë nacionale të Kosovës, po kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Ballkanin perëndimor. Unë mendoj që këtu do duhet të jetë pikëqëndrimi, pra të rreshtohemi mbi interesat amerikane dhe mbi këto interesat amerikane të kemi një unitet të qëndrueshëm dhe Tirana të ketë një zë edhe më të fuqishëm në arenën ndërkombëtare, por njëkohësisht të jetë prezente në rastin që ishte para disa ditëve në pjesën e protestave të studentëve në Shkup, që çështja e gjuhësisë, pra gjuhës shqipe, që de facto tani më po krijon pikërisht atë varësinë e ndikimeve të politikave të lindjes apo destruktive të shteteve që e dojnë pikërisht që ne të rrëshasim në një situatë të paqen, po në kuptimin e ndonjë konfliktit artificial të nisur nga struktura të ndryshme ku më pastaj përfitojnë të tjerë dhe asesi shqiptare. Prandaj Tirana do duhet të jetë prezente në pjesën e Maqedonisë së Veriut, siç ishte edhe rasti i ambasadorit shqiptar, i cili ndër të tjerë
Sot asoj proteste bërin një qëndrim të qartë, kristal, ta themi që përket çështjes së gjuhës. Njëkohësisht Prishtina tjetë më fokusuar në ruajtjen e balancit mes shqiptarëve për te kufirëve të Kosovës apo të tokës Dardane dhe asesi mos të interferoj në segmentet të ndryshme duke krijuar probleme e asesi duke krijuar zgjidhje. Prandaj do duhet përgëzojnë qytetarët respektivisht klasën politike të shqiptarëve në Maltezi, sepse ata tani më një zëri e kuptuan qartazi që do duhet jenë të unifikuar të krijojnë një front përbashkët për çështjen e interesave shqiptare në Maltezi. Pikërisht ky do duhet ishte tillë si ky i vendeve të tjera që tani më kanë shtetin, kanë mekanizmat e tyre në dorë të tyre për të avancuar drejt interesave të shqiptarëve në pjesën më të madhe të trojave të ballkanike. Prandaj orientimi puna dhe asesi nuk do duhet ne që të ikemi drejt ndonjë projekti që është i shkurtër në aspektin e interesave kombëtare të shqiptarëve, pra ku themi këtu të aspekti mos përqafimit të kërkesës amerikane për gazin, sepse mungesa e gazit, mungesa e energjisë, do thotë mungesa e ushtarëve amerikanë në Ballkanin për dëmër humbja e interesit. Prandaj investimet amerikane, mbështetje amerikane, do thotë ushtarë amerikan. Dhe ne dimi zonë e Mervete përbash procedurat nga Tirana, Shkupi dhe Malizi. Fakti është që në qoftë se nuk e kemi këtë investim, ne e kemi të vështirë të përballemi me sfidat, përballemi me agresorin i cili është aktiv, mos themi edhe në mesin e politikave të cilat de facto janë destruktive që i përket shqiptarëve në tansi dhe Kosovës në veçanti. Drizan, po të bëj edhe një pyetje që të liroj në tërësi pastaj me që jeni në gjendje jo të barabartë me të tjerët. Shqiptarët konsiderohen ndër popujt më pro-amerikan dhe pro-perëndimor në rajon, gjë që është marrë si një avantazh edhe politike dhe sigurisë për popullin tonë, por a ekziston rreziku që në Ballkan të kthehet sërish një zonë rivaliteti mes fuqive të mëdha? Po mendoj që padyshim se po. Nëse referohemi ndryshimeve të cilat tani më karakterizojnë pjesën e gjeopolitikës dhe interferimet që janë duke zhvilluar në klimën e vendit të libotror, Ballkani do të jetë pikërisht vend betejë e ballafaqimit koncept doktrinave lindje perëndim. Prandaj ne është mësuar në të kaluarën, pra qoftë në luftën e parë botërore, qoftë në luftën e dytë botërore, ku fuqitë e mëdha pikërisht e kanë përdorur edhe Ballkanin perëndimor si arenë qitje dhe të përcaktimit të interesit të tyre. Prandaj në qoftë se ne i referohemi aspektit të një investimi që është bërë në Mervete të pjesa më e madhe të qytetarëve, ndoshta të pavetishëm në aspektin e marrjes së informacioneve jo të çastshme apo të verifikueshme, mund të vënë një rritje të partnerësisë ndaj politikës amerikane të shqiptarëve. Dhe kjo është frika më e madhe, këtu është çelësi kyç ndoshta i armiqve tanë historik, të cilët investojnë pikërisht në këtë krijimin e kësaj fryme anti-amerikane në Ballkanin perëndimor, respektivisht në pjesën ku shqiptarët kanë fuqinë e tyre politike. Prandaj ky investim do duhet që të kuptohet nga leadershipi politik dhe do duhet që të ndërmerren masa konkrete dhe asesi mos të krijojmë situata të caktuara ku në aspektin e mbjetesës do kishte më qenë regres për Kosovën, për shqiptarët në tansim dhe kjo do kishte më rikthyer pikërisht që vija kufitare e interesit politiko-shtetëror të Shtetit Bashkuar të Amerikës të largohet nga Ballkani perëndimor, respektivisht nga toka shqiptare. Drizan, ju falenderoj shumë për këtë paraqitje në emisionin Pa Kufi dhe ju uroj rrugë të mbar. Unë po ju liroj tani, në të njëjtën kohë po kaloj linjën edhe te kolegët mi. Faleminderit shumë për ju, përshëndetje për Tiranën, Shkupën dhe Podgoricën, një zëri mund t'i dalëm çfarëdo sfidë përpara nesh. Faleminderit. Mirupafshim. Mirëvete, të shkojmë me kronikën e Senat Gilajt. Po, do ta transmetojmë kronikën. Të nderuar kolegë, ju mysafirët të Radio Prishtinës, Radio Tiranës dhe Radio Shkupit dhe të gjithë dëgjuesit tonë, ju përshëndesim nga Radio e Maltezi. 10 qershori është datë me peshë të veçantë në historinë dhe kujtesën tonë kombëtare, prandaj siç paralajmërohet ju i nderuari redaktor i emisionit të sotëm, sot do të ndalemi te raportet e shqiptarëve me popujt e tjerë të Ballkanit, duke analizuar rolin e tyre ndërmjet qytetërimit perëndimor dhe atij lindor. Po ashtu do të flasim për Ballkanin si ulëdhëse mes dy civilizimeve, për marrëdhënien ndërmjet popujve të rajonit dhe perspektivat e bashkëpunimit.
Për të diskutuar për këtë, mysafiri i Radios së Martëzi është doktor Nexhat Avdiu, njohës i çështjeve historike, shoqërore dhe kulturore të shqiptarëve në rajon, të cilin e falenderojmë që pranoi të bëhet pjesë e emisionit të sotëm. Me rastin e 10 qershorit, si e vlerësoni pozitën historike dhe aktuale të shqiptarëve ndërmjet civilizimit perëndimor dhe atij lindor, cilat kanë qenë përparësitë që ka sjellë kjo pozitë geostrategjike dhe cilat janë sfidat apo kufizimet që kanë shoqëruar shqiptarët ndër shekuj. Mirdita dhe faleminderit për ftesën. Mund të themi se shqiptarët kanë pasur një pozitë të veçantë historike mes lindjes dhe perëndimit. Kjo pozitë ka sjellë përfitimet e mëdha, mendoj, kulturore, tregtare dhe strategjike, duke i bërë shqiptarët një urë lidhëse mes qytetërimeve. Nga ana tjetër, troja shqiptare kanë qenë shpesh edhe objekt të rivalitetesh dhe pushtimesh, gjë që ka sjellë sfida për ruajtjen e identitetit dhe shtetformimin. Pavarësisht këtyre vështirësive, shqiptarët kanë arritur të ruajnë gjuhën, kulturën dhe vetëdijen kombëtare. Mendoj që sot orientimi euro-atlantik shihet si vazhdimsi e lidhjeve historike të shqiptarëve me botën perëndimore. Ballkani shpesh është përshkruar si urlidhse mes lindjes dhe perëndimit. Si kanë ndikuar këto ndërturje civilizimesh në marrëdhëniet ndërmjet popujve të Ballkanit dhe cilat janë perspektivat për forcimin e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit në rajon? Po ashtu, Ballkani ka qenë ndër shekuj një urlidhse mes lindjes dhe perëndimit, ku janë ndërthurur kultura, feja dhe traditat e ndryshme. Kjo patjetër ka sjellë një pasuri kulturore, por edhe periudha tensionesh dhe konfliktesh, gjë të cilën ne tashmë i kemi kaluar besoj. Sot popujt e Ballkanit kanë më shumë mundësi të bashkëpunojnë përmes zhvillimit ekonomik, arsimit dhe integrimit evropian. Dialogu dhe respekti i ndërsjellët janë çelësi për ndërtimin e besimit mes vendeve të rajonit. Vetëm përmes bashkëpunimit mund të sigurohet një ardhmë më e qëndrueshme dhe më e begatë për Ballkanin. Doktor Nexhat, duke pasur parasysh se shqiptarët jetojnë në disa shtete të Ballkanit, si e vlerësoni sot dialogun dhe bashkëpunimin ndërshqiptar në aspektin kulturor, arsimor, ekonomik dhe politik, në cilat fusha ka hapësirë për avancim të mëtejshëm? Mendoj që sot bashkëpunimi ndërmjet shqiptarëve në Ballkan është i mirë, është rritur dhe po forcohet vazhdimisht. Ka më shumë lidhje në aspektin e kulturës, arsimit, gjithashtu ekonomia dhe komunikimi mes institucioneve vazhdimisht pothuajse është në rritje. Janë shtuar projektet e përbashkëta dhe shkëmbimet mes të rinjve dhe sidomos në aspektin e arsimit, universiteteve e tjerë. Megjithatë, nevojitet më shumë bashkëpunim mendoj në aspektin ekonomik, investime të përbashkëta dhe koordinim në arsim e shkencë. Po ashtu, promovimi i kulturës dhe gjuhës shqipe duhet të jetë më i organizuar. Pra këtu duhet të ndikojë jashtëzakonisht edhe më tepër të punojë sidomos shteti am, Shqipëria, po ashtu dhe Kosova në anën tjetër. Këto hapa do të ndihmonin në forcimin e lidhjeve dhe zhvillimin e mëtejshëm të shqiptarëve në rajon. Duhet të përshëndes të gjithë dëgjuesit e pa kufi. Faleminderit. Faleminderit i nderuar profesor në bashkëbisedimin shumë konkret. Nga ky diskutim kuptuam se historia, kultura dhe gjeografia e kanë vendosur popullin shqiptar në një hapësirë ku ndërturen civilizime, tradita dhe interesa të ndryshme. Në një Ballkan që synon integrimin, stabilitetin dhe zhvillimin, dialogu, respekti ndërsjellë dhe bashkëpunimi mbetet vlera themelore për ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme, ndërsa ruajtja e identitetit dhe forcimi i lidhjeve mes shqiptarëve kudo që jetojnë përbën një element të rëndësishëm të këtij procesi. Falenderojmë edhe një herë mysafirin ton për analizat dhe vlerësimet e tij dhe ju të nderuar dëgjues që na ndoqët gjatë këtij diskutimi. Nga Podgorica për Pakufi, Senat Gilaj. Po, ndoqëm kronikën e Malitëzi, me kolegun Senat Gilaj ishte i ftuar doktor Nexhat Avdiu, njohës i çështjeve historike. Ne vazhdojmë këtu në Radio Shkup, profesor.
Kur flasim për civilizimin dhe kulturën, është interesant ajo që na asocioi që u diskutua në studiat përkatëse, se nga të orientohemi. Domethënë, nëse flasim se në Ballkan edhe kur ishte civilizim bizantin, flasim për civilizim të hershëm, pa mos u ndalur në detale. Konstantini themeloi me diktin e Milanës 313 krishterizmin si fe, por për politika ditore, domethënë mungoi ai elementi që duhet të ketë civilizimi, duhet të ketë atë vlerën universale. Për shembull që mungon rrafshin etnik dhe ato që ne bëjmë për herë ato grindjet etnike. Tani po e banalizoj pak. Në qoftë se civilizimi perëndimor është ka fundi, po e zëm hipotetikisht Amerika ose Evropa, shihet ajo kriza e madhe për shkak borxheve nda, çojsh aspekti ekonomik, politik. Dhe ne shqiptarët nuk dim. Domethënë kemi qenë aspekti metafizik e kemi paguar edhe luftën e parë dhe dytë. Shkojmë me Antanten apo të shkojmë me Boshtin. Shkuam me Boshtin dhe humbëm edhe atë shtet që e pranuan bota. Domethënë Wilsoni nëse nuk ndërhynte, trojë shqiptarët do mbeteshin ende më keq. Dhe në luftën e dytë njësoj, do të shkonim me Antanten, do të fitonim ne, por trojët shqiptare u morën sërish nga fituesit e Antantes siç ishin serbët, Rusia, Franca, gjithë ato me marrëveshje ndryshe të fshehta siç ishte e Londrës në 1915. Cilat janë ato vlera, si thua, universale, të cilat nuk humben asnjëherë. Pas cilave të shkojmë, sepse nëse anticipojmë ne tani presim Kinën të na të çliroj nga ato, ose ajo fituese që do jetë civilizimi të ardhshëm. Nga të jam shëm, profesor, nga Amerika apo nga Evropa. Cilat janë ato vlerat universale të civilizimit dhe popujt e Ballkanit a janë mashtruar shpesh mas këtyre vlerave për shembull. Faleminderit dhe mbjen mirë nga gjithë profesorët, kolegët nga Mali, Zi, Shqipëria, Kosova që unë dëgjuam, cilët dhanë mendime shumë të rëndësishme për vijën kombëtare shqiptare dhe pajtohen plotësisht. Kjo është një miks problemesh që ne patjetër të referohemi në minutat e caktuara për të folë për një është temë që 5 orë ndoshta nuk do na mjaftonte realisht. Tash në kuptimin shqiptar ne duhet të jemi një trup. Kjo nuk diskutohet. Në kuptim kombëtar do të jemi një trup. Rruga dihet ka duhet të ecim. Këtu s'ka dilema. Sepse civilizimi nuk kupton vlerat më të narta shkencore, gjitha dijeve. Në kuptimin e orientimit ton politik dhe kombëtar, sot dihet ka është rruga euroatlantike. Këtu nuk diskutohen. Këto janë domosdoshmëri, këto janë patjetërsi dhe të pamohueshme. Ne jemi një popull i vogël dhe historikisht nuk na është dhënë mundësia të krijojmë qytetërim. Ne gjithmonë kemi kontribuar goxha në qytetrime dhe jemi pjesë e qytetrimeve të mëdha. Ne si popull jemi pjesë e qytetrimit edhe romak, edhe bizantin, edhe osman, edhe perëndimor. Ne jemi pjesë e kësaj. Unë një gjë duhet ta potencoj. Ne shqiptarët duhet të lirohemi nga ajo se një pjesë e këtyre qytetrimeve që ne jemi përbërës të atij qytetrimi ta llogaritim si është një pjesë e vuajtjes son. Nuk është pjesë e vuajtjes. Kjo është një proces historia e njerëzimit. Dhe historia e njerëzimit në teknologji, në shkencë, në qytetrim, në art, në estetik, sa ne kemi qenë prezente diçka tjetër, por ajo është një vazhdimsi. Ajo në brenda historisë nuk soset dikun, përfundoi dhe të filloi dikun tjetër. Ajo vazhdon, por vazhdon me ngjyra tjera. Ka vazhduar me ngjyrën bizantine, romake, pagane, krishtere, hebraike, islame, perëndimore, nesër një tjetër që mund të nuk i dihet, po të ju lutem. Domethënë është një vazhdimsi dhe gjitha këto etape ne do t'i marrim si pjesë të rëndësishme të historisë tonë. Janë si thuaç si një zinxhir, domethënë. Janë si një shkallë që patjetër të vinë ditët e sotit. Civilizimi bizantin, civilizimi romak, civilizimi osman. E kam bërë profesorit një kroati e kam bërë pyetje, çfarë synonte civilizimi osman? Donte të ishte trashëgimtare civilizimit perëndim romak, bizantin, romak. Domosdoshmëri patjetër. Shiqoni, përgatitjet e mëdha për ta marrë Stambollin. Ose në anën tjetër këtu lufta e madhe ideologjike që bëhet në Ballkanin ton, që ne jemi në një udhkryq që gjitha qytetrimet e bëjnë një gjë të tillë. Tash, unë nuk flas për atë që do të jemi të orientuar, aty nuk ka dilemë, por nuk është çështje se kombi shqiptar në formimin e vet
kulturor, gjitha i përjeton, i ka, ushqehet me këto pjesë të qëndrimit të mëdha në shtëpinë e tij. Qofta i krishteri, qofta i muslimani, qofta i hebreu, qofta i tjetri, të gjithë ushqehen. Orientimi jon euroatlantik është shumë i qartë dhe problemi është që ne këtu në Ballkan po ballafaqojmë me një mentalitet që ne asnjëherë nuk ja kemi dashur të keqen, po që na dëshiron të keqen. Po e them, ndoshta pak e vrasht, po shumë reale. Është shumë reale për arsye se për krimet që ka bën ndaj shqiptarëve, asnjëherë greku dhe serbi nuk është ngritur për të kërkuar falje. Ne kemi pak minuta edhe për ne me medali. Po, profesor, faleminderit. Kemi shumë për këtë temë. Po ja, faleminderit që ma kujtove se i që më zhytur me profesorin. Po, i harrova minutat fare, profesor. Kërkoj ngjellës, ja. Nuk i jo, faleminderit. Jo, lutem. Jo, vetëm për edhe lash edhe një argument për ta biseduar me profesor Kamberin. Është e bukur kur shqiptarët dhe popujt që na rrethojnë, domethënë, profesor Kamberi ta përmbyllim diskutimin se kemi 3-4 minuta në dispozicion. Po, patjetër. Si na perceptojnë ne të tjerët dhe si perceptojmë ne ata? Në një kuptim kur po flasim në kuadër të dialogut të civilizimit. Bëhet fjalë për dy lloj perceptimesh. Në qoftë se referohemi popujve me cilën ne jetojmë në Ballkanin perëndimor, ata kanë një perceptim për ne, për të shqiptarët, dhe siç kemi edhe ne për ata, dhe për popujt e tjerë të Europës, kryesisht ku ne bëjmë pjesë. Dhe përgjithsisht anketimet e ndryshme për Ballkanin. Për Ballkanin perëndimor, raporti perceptimeve qofti shqiptarëve me popujt e tjerë të Ballkanit dhe qofti atyre me ne është shumë i ngulitur tek historia. Shkon pas këtu deja të dal. Është perceptim që vjen nga historia apo shkon pas politikave ditore? Janë të lidhura ngushtë, por shpesh herë është historia, sepse popujt ndërtojnë disa marrëdhënie krejtësisht tjera nga ato që ndërtojnë politika. Shpesh politika për arsye që thoshte Goli që arsyeja nuk i di, politika mund të ketë paqe në midis tyre dhe popujt brenda poshtë mund të kenë kundërshti, ashtu se mund të jetë dhe anasjellta. Ajo çfarë do të ishte ideale do të ishte që raporti që mund të ketë në nivelet më të larta të politikës dhe ai që kanë popujt me njëri tjetrin të jetë i përbashkët, pra të mos ketë kundërvënie midis këtyre dy qëndrimeve. Kjo do të garantonte një ndërveprim pikërisht profesor, në çfarë fushash mund të ndërtohen ura më të forta komunikimi mes shqiptarëve dhe fqinjve të tyre? Janë ato fushat që janë më të lehta kur njerëzit mund të shkëmbejnë, siç kanë shkëmbyer përgjatë gjithë historisë që qytetrimet ekzistojnë. Qofshin ato të tregtisë, të ekonomisë, të arsimit, të kulturës, të marrëdhënieve njerëzore, mos harrojmë vetëm ato që quhen martesat e përzjera, pavarësisht debatit që ka me te, po ato krijojnë marrëdhënie krejtësisht të tjera midis popujve. Në përgjithësi, popujt në raportin që ndërtojnë me njëri tjetrin, pavarësisht rajonit ku ndodhen, priren drejt harmonisë. Pastaj shpesh është politika në momente të caktuara që mund të shtyjë popujt të caktuar drejt qëllimeve krejt tjera. Po vazhdojnë të ndikojnë parajgjykimet dhe ndasitë historike në marrëdhëniet mes popujve tanë këtu në rajon, është konteksti i madh me serbët për shembull. Pikërisht, pra, dhe normalisht historia nuk është si një njoll në këmishë që mund të afshish me një të larë në lavatriçe. Si thosh, gjurmët e historisë në vetdijen e çdo populli ngelin gjatë dhe nuk është e lehtë të shpërbëhen. Dhe siç thoshte Einsteini, shpesh është më e lehtë të shpërbësh një atom se një mentalitet. Dhe mentalitete brenda popujve të Ballkanit, më të caktuar që lidhen me historinë, me urrëtin etnike, me parajgjykimin, ende ekzistojnë. Urojmë dhe shpresojmë që ndoshta e ardhmja jonë europiane t'i fshijë këto, por gjithsesi harmonia midis popujve të Ballkanit besojnë është çelësi kryesor për një paqe afatgjatë. Profesor Geron Kamberi, shumë faleminderit për kontributin sot në Pa Kufi. Faleminderit për ftesën dhe përshëndetjet e kolegëve. Për ta bërë mbylljen e emisionit. Falenderojmë edhe profesorin zotin Kamberi nga Radio Tirana. Falenderojmë edhe Mirveten, gjithashtu me të ftuarin e saj Drizon Shala. Gjithashtu falenderojmë për kronikën shumë të mirë saj radhe të gazetarit Senat Gilej.
ftuar kishte doktor Nexhat Avdiu, ftuari në Radio Shkup është profesori i Universitetit Shtetëror të Tetovës Qenë. Faleminderit profesori që ishit. Moderova unë në këtë javë me Mdali Yusufi nga Radio Shkupi. Deri javën tjetër mirë mbeqim me një temë tjetër. Miru dëgjofshim. Miru dëgjofshim.